ta shpëtim krejt bashkëpunimit po janë shumë më të suksesshme se nëse krijon vetë diçka. Do të thonë çdo herë është më e mirë një bashkëpunim të koni qëllum me ato të cilën e bën. Mandej, e thash ka shumë faktor. Nuk prish punë me kone dhe vetë me bërë diçka mirë, po në vesh edhe në sy njerëzve shumë ndryshe po i bjen kur është bashkëpunimi. Formula jeme është, unë si këngëtar, e di që është shumë e rëndësishme, nëse një këngëtar mendon në sazat gata, me knu apo me kongën, do të konë shumë i vëmendshëm edhe shumë i mërshëm, me pas shumë konsiderat ndaj atij që i përpara publikun, për krahjen edhe kanë durime të ndiku. Asnjë. Se komendu, unë kongën e kom profesion, e i kongës jetoj, edhe jam falenderuar çdo herë. Jam besimtar i madh, besoj në Zot shumë. Edhe çdo herë që e gjishe from falënderimet i takojnë të madhit Allah. Vetëm për ti falje dhe mëshirë kërkoj, edhe publik. Zoti i madh më ka jep një dhunti, edhe jam shumë mirënjohës. Andaj më ka jepur publikun cilët më përkrajnë dhe më ndigojnë. Do thonë, falenderona Zotit, fillimisht, i falenderona publikut, me mendu me lonë kur asnjëherë. E kom marrë shumë normale, shumë vështirë, po shumë normale për shkak se kjo është o proces që s'mundet me ndryshu kurkush. Do thonë, i madhi Zot na ka kriju, ai na merr kur don. E dhimbshme shumë fëmijët më kanë betë pa non, unë e pa grupo, i madhi Allah e ka shkruar edhe mendoj krejt njerëz që janë besimtarë, që besojnë në Zot, e di që shumë ma lehtë e pranojnë kur t'ju vdes dikush. Unë për natyrës jam shumë i qetë kështu, nuk bëna nervoz, nuk jam sikletxhi kështu me eksploduja. Këtë punë t'i marrë rafsh, edhe e kom pas fatin, edhe fëmijët njëjtë më falen, edhe ata e kanë pranu shumë normale, do më thonë, jemi le, kena me det, që kam kanë ndihmu mu shumë, edhe jëm konë shumë i vëmendshëm, jëm konë shumë i kujdesshëm, i edhe thë sa konë e vështirë. E vështirë mos nuk përshkruhet, po e kom t'i kalu, për fakt më kanë ndihmu edhe fëmijët. Më thonë, as një sekundë nuk i kanë pas kërkesat çka unë s'kisha mujt me jau plotësu, edhe nëse ju besohet, as një sekundë se kam përmend nonën e vetë. Radhë ndonjëherë, po jo si do fëmijë për shembull, këtë kohën ty kajt e tu mërzit e ja. E kanë pranu normal, edhe është pitë madhë të Zot edhe nuk ka tjetër. Janë shumë keq mirë, po që ty për të përgjegjë. Unë jam këngëtar që 48 vjetë. Mendoj që është po shumë e gatë. Edhe paret nuk janë, do të thonë, kere që i kom ble une. Këto janë me paret populli, nuk janë paret e mia. Nëse populli nuk më kishë ndigu, nëse populli nuk më pagun, une qysh në ardhejt e paret, jo une, po krejt këngëtar. Edhe mendoj, derisa jam mirënjohës të popullit, të publikut, cilët më ndigojnë, edhe cilët më kanë përkra, edhe cilët ata më kanë jep pare, mendoj që e meritoj pas krejt kësaj karriere. Unë kjerin nuk e kam luks, kjerin e kam për punë. Nëse ja kom blet djalit një kjerë, ka njerëz që kanë pare ma shumë se une, edhe ka njerëz që ju blejnë
tjemve edhe kjere më të mira se djali jam, po do shta pëse jam kantar edhe shta po t'june. Një s'klasin pak më ndryshe. E vërtet edhe qike si kom kërë, po mendoj që kom drejt një dhe edhe djalit edhe qikes, edhe vetit, se e thash, jo me modesti, po kjo është reale, nuk janë parët e mija. Unë është të vërtet e kom bo punën, po njerëz më kanë pagu faleminderit. E thash, to sende që i kom prej publikut i po.